Bregdeti është në fokus të institucioneve vendore të Lezhës në kuadër të përgatitjeve për sezonin turistik veror. Pastrimi dhe krijimi i një ambienti të pastër janë hapat e parë në këtë periudhë. Bashkia ka identifikuar disa zona problematike me pranim mbetjesh të krijuara nga pakujdesia e vizitorëve apo nga prurjet e baticave të detit, ndaj ka nisur aksioni i pastrimit përgjatë të gjithë vijës bregdetare. Prefekti i Lezhës Taulant Malçi theksoi se është e rëndësishme që masat për përgatitjen e sezonit turistik të nisin që në këtë periudhë dhe se aksionet do të vijojnë edhe në javët në vijim. Ky është një aksion ndërgjegjësues në prag të fillimit të sezonit turistik, si në kuadër gjitha para përgatitjeve që organizojnë institucionet dhe Bashkia Lezhë për të garantuar një ambient të pastër dhe mjedis të përshtatshëm dhe një bregdet të plotësisht në funksion të një sezoni turistik të suksesshëm. Në këto aksione, vëmendja më e madhe do të përqendrohet në zonat me risk më të lartë për ndotje, si dhe në ato që kanë fluks më të ulët vizitorësh, me synim zgjerimin e hartës së plazheve dhe uljen e densitetit në zona turistike tashmë të konsoliduara.